ju po goditni opozitën në kuptimin e fushatës, jo goditje që interpretohet kështu pejorative, në disa pika. Ne në pasuni të disa liderve, konkretisht Orhan Ismailin për shkak të biznesit, Lumir Abdixhikun për shkak se jeton në Lagjen Marigona, Vjosa Osmanin për shkak se jeton në Lagjen Marigona. Por janë edhe disa fakte që duhet me analizu. Lumir Abdixhiku e ka bler shtëpinë pa qenë politik në Lagjen Marigona. Do me thonë, kur ka qenë në sektor privat, akademik, dhe kjo nuk e bën ato fajtor pse jeton në atë lagje. E dyta, të çështja e biznesit. Orhan Ismaili është marrë me biznes moti, para se me hyjë në politikë dhe natyrisht njeri punon për me rrit biznesin. E treta për mu që është shumë e rëndësishme, se në këto dy lagje, të cilat janë sinonim i pasunisë, edhe i oligarkisë, ka dhe të vetëvendosjes që jetojnë, me të cilët ju në këtë fushat nuk e kom pas që jeni marrë. Ta zëm, rast konkret, Besnik Bislimi, ne. Ky ish shefi kabinetit të Albin Kurtit, Luanda Lipi, kush është tjetër atje? Liburni, ka qenë Libur Naliu. Nuk ka rëndësi. Libur Naliu është i vetëvendosjes, tash e ka djalin këshilltar të Glaukon Jucës, unë e respektoj edhe te i mase këtë Liburnin, po qëto e në fakte, me të cilat ju nuk po merrni, ka pak edhe po i anashkalani. Mos pe binin qafë mas pari Marigonës si biznes edhe si lagje në Prishtinë, e dyta mos pe binin qafë këtyne. E para kritika jo nuk është kur i kam ble edhe qysh i kam ble. As nuk është detyrë jemja, as nuk e di. Unë se kam a i kam ble leqëm ose jo leqëm. Në asë ne pe vedove tona ose kritika tona nuk ka për këtë punë. Problemin e kemi që me një opozit, Visari ka qenë opozit, ka qenë kryetari partisë, nuk mund është me kohë në opozitë me tanë gjipat e policisë. Kërcnimi që ju ka bo liderve opozitar para 2-3 vjetë, mojnë men Memlit dhe Lumiri, ka qenë qesharak. Që asi kërcnime ju gazetarë keni një vetë fesh ma shumë. Kam raportu për ato kërcnime. Do më nuk qesharak, edhe në bazë që ati vendimi, Albinit i ka konvenu. I ka konvenu këta më janë me gjipa. E kjo është për mu, nuk është puna a jenë tut, as jenë tut. Por gadishmëria mu sil si një lider që sje, ti je kryetari një partije, nuk je as president, as kryeministër. Me jetu që si bote, unë nuk kam problem me Lagjen Marigona, nuk kam problem as me Izabelin si lokal, sepse jetojmë në vende të ekonomisë tregut dhe të orientimit perëndimor, ama që tërkon e kam problemin. Vjosa Osmani i hek fëmin nga shkolla Ismail Qemali, ku janë afërsisht 2000 fëmijë, edhe thot era është shumë e keqe. Ai e presidenti e këtij vendi. Vjosa Osmani thot mos mi qet një fëmijë në fotografi. I krejt fushatën LDK ka me fëmijë të vëgjël. Tash, nëse je president, kryeministër, thon kritikën edhe për Albinin e kom pas. Pra nuk edhe Visari e din, edhe Visari njëjtë kanë pas qëndrim këtë pjesë, na dashuri nuk e këshyrim nacionalitet. A mu me jetu, do të me jetu në Kosovë. Dhe unë e majnë men takimin, kur na ka njoftu në grup për këtë punë, që kemi pasë që du të me jetu në Kosovë dhe me punu në Kosovë.